Një ndeshje e vështirë do të jetë ajo e së dielës së 15 shkurtit për ekipin tonë të futbollit Burreli. Matjana do të përballen në transfert me ekipin e liçenorëve të Pogradecit, një skuadër kjo me synime të qarta në këtë sezon, kalimin në ligën më të lartë të futbollit në vendin tonë. Ndeshja pritet të ketë surpriza për shkak se trajneri i Burrelit Samuel Nikaj e ka drejtuar më parë për 2 sezone ekipin liçenor dhe kjo pritet të jetë një sfidë jo vetëm me skuadrën që ai drejton aktualisht, por edhe tia personale. Megjithatë, në kampi matjan optimizmi është në maksimum për të marrë një rezultat pozitiv në këtë sfidë të vështirë. Skuadra ka udhëtuar që ditën e sotme drejt qytetit liçenor për të patur kohën e mjaftueshme për të qetësuar para përballjes së të dielës në ndeshjen me Vendësit, që do të luhet në orën 13:30 minuta në stadiumin Gjorgji Kyçuku. Skuadra e Pogradecit ndodhet aktualisht në vendin e 3 dhe tenton të kalojë ekipin e Laçit që gjendet në vendin e 2. Tjetër përballje e kategorisë së parë të dielën është edhe ajo mes Ilerisë së Fushkrujës dhe Lushnjës, ndërkohë disa nga ndeshjet janë luajtur këtë të shtunë ku përfunduan Laçi Besa 2-1, Luftëtari Kastrioti 2-1 dhe Kukësi Korabi 4-2.